Një 45 vjeçar të ekzekutuar me armë zjarri në mëngjesin kësaj të hënë në afërsitë e fshatit Shkorrret në Mirdit. Viktima është identifikuar si Valter Dheshi. Sipas të dhëna paraprake, Dheshi po lëvizte me mjetin e kompanisë ku punonte kur në dalje të një kthesi i bërë prit dhe është shëdhuar në breshëri automatiku. Sipas së plagëve të marra, ai ka humbur jetën në vendngjarje. Autorët janë larguar më njëherë pas krimit dhe dyshohet se kanë kaluar lumin mat për të zhvendosur në anën tjetër. Në vendin e ngjarjes janë gjetur 18 gërgjoja armë automatike, ndërsa janë konstatuar dhe gjurmë këmbësh pranë zonës së krimit dhe në kodrën që zbret drejt lumit. Policia ka zhvilluar kontrolle intensive në zonë duke përdorur dronë dhe qenë trajnuar për kërkim, por pa arritur të gjurmojë autorët. Hetimet paraprake tregojnë se ngjarja mund të qenë e paralajmëruar. Në muajin mars këtij viti, fadromet me të cilën punonte Dheshi i erdhi vendosur një silën shpërthyese, e cila nuk ishte shpërthyer. Në atë kohë ai kishte deklaruar se nuk kishte konflikte apo dyshime për ndonjë motiv. Burimi bën me dije se 45 vjeçari nuk kishte precedent penal, ndërsa po merren në pyetje familjarët e tij për të hedhur dritë mbi rrethanat e ngjarjes.